Kryetari i Partisë Social-Demokrate Dardan Molliçaj u arrestua sot nga policia e Kosovës pas urdhër arresti të lëshuar nga gjykata themelore e Prishtinës. Por seanca fillestare është shtyrë për me 30 prill 2025, pasi që mbrojtja nuk kishte e pajisur me shkresat e lëndës, kurse urdhër arresti ndaj Molliçajt u revokua. Kërkoj që seanca të shtyhet për shkak se nuk kemi pajisur me shkresat e lëndës. Pasi që të pajisemi me shkresat e lëndës, atëherë edhe dhe të bëhet kjo seancë, ku besoj që do të mund të deklarohemi. Ne si prokurori nuk kemi pranuar kërkesë ndaj Pandeuri apo avokatit i tij për të pajisur me shkresat lëndës. Paraprakisht prokurore, pavarësisht se kur është ngritur akt akuza, është obligim ligjor i prokurorit që në momentin e ngritjes akt akuzës pajis Pandeuri me gjitha shkresat e lëndës. Andaj mbi këtë bazë, afati cilin e ka caktuar gjykata është 5 ditë dhe nga dita e sotme ju mund ta pajisni për seancën e radhës. Po, sigurisht. Në rregull, mund të uleni. Seanca e radhës caktohet me datë 30 prill në orat 13:15. Dardan Molliçaj tha se arrestimi i tij ka qenë i panevojshëm teksa këmbguli se në adresën e tij nuk ka ardhur asnjë ftesë nga gjykata. Rreth orës 15 të parku i qytetit, përderisa isha duke shkuar në shtëpi nga puna. Ne dje ke marrë vesh ka mediat për një urdhër arrest. Avokati im Dren Kuka i dje sot ka qenë në orët e paraditës të gjyqtarja e rastit, duke njoftuar për këtë. Megjithatë, policia e Kosovës, njësia reagimit shpejt ka vendosur me bo arrestimin. Ju besoj e dini që këtu po janë shumë selektive për rastit në rast. Dhe po ashtu duhet me konfirmu që unë nuk kam pranuar asnjë ftesë, siç e tha avokati në seancë, në mënyrë të rregull që është parashë ligji. Kapërcimi i niveleve të procedura ose më mirë me thonë të masave për të sjellë të pandehurin në seancë besoj që është tejkalu, po megjithatë duke qenë se ky është një rast i veçantë për cilin unë kam shprehur dhe keqardhjen time për atë që ka ndodhur. Ky është i vetmi rast në angazhimin tim politik, besoj që ka qenë krejtësisht edhe pa arsyeshme edhe pa nevojshëm arrestim. Saktën mund t'ju konfirmoj që sot, para dite, para pauzës, kam qenë tek gjyqtarja dhe kam njoftuar se kam pranuar autorizim nga zotri Molliçaj dhe që ta përfaqësoj atë, dhe që njëkohësisht jemi të gatshëm që të jemi të pranishëm në procedurë, kam shprehë gatishmërinë që të pranojmë ftesat. Dhe pas kësaj bisede nuk e kam pritur që i njëjti do të arrestuoj disa orë më pas. Konsideroj që lëshimi i urdhër arrestit përbën një veprim jo proporcional karshi masave ose veprimeve që janë ndërmarrë deri më tash, për shkak se ftesat që janë lëshuar asnjëherë nuk kanë arritur që të arrijnë tek zoti Molliçaj, asisoj që i njëjti do të mund të thoshte që i ka refuzuar, të njëjtat nuk kanë arritur që të shkojnë atje dhe lëshimi i këtij urdhri arresti e konsideroj që është jo proporcional. Molliçaj akuzohet se kishte goditur një polic me grusht në fytyrë, derisa ishte duke u mbajtur një protestë nga Partia Social-Demokrate kundër shtrëngtimit të rrymës. Aktakuza mban datën 11 shkurt 2022, ndërsa është ngritur nga prokuroria Ajshe Ferrati.